Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish së bashku për të komentuar Mirin. Miri që në shtëpinë e Big Brother VIP Albania lëre që e ka vënë flakën, por e ka vënë flakën edhe jashtë asaj. Çfarë po ndodh me Mirin dhe Selinën? Ky është mesazhi dhe komenti që më së shumti mua më vjen nga ana e publikut. Miri deklaroi që ka një grua në Gjermani, që me të ka një vajzë, që e do vajzën e tij shumë, domethënë këtë bisedën e ka bërë gjatë kohës kur ishte në akuarium. Por bashkëshortja e Mirit doli me një deklaratë që thot nuk ka vend për tradhëti në një marrëdhënie. Thot dashuria është, marrëdhënia është, sukseset në dashuri janë dhe thot unë jam shumë e lumtur që e kam Mirin për bashkëshort. Jemi në rregull deri këtu. Në anën tjetër, kemi debate të shumta për Mirin, por edhe deklarata nga vetë ana e Mirit. Selin dje teksa po përshëndeteshte Mirin që po hynin me Mirin që po hynin në akuarium për herë të dytë, i tha I love you, do të thënë që e don shumë. Në anën tjetër dhe Miri në dhomën e rrëfimit ka qarë për Selinën, që do të thënë këtu nuk ka më ndjenja shoqërie. Dhe mendoj që deklarata e gabueshme e Miri që nxori keq Mirin është që Miri tha që unë e dua Selinën si vajzën time. Tani, ditën e sotme, gjatë kohës kur Miri dhe Selin po qëndronin bashk, ndoshta dhe Miri këtë gjë e bën dhe me Kastila, sepse e dje që videot po ndiqen jashtë, po bëhen shumë virale, po komentohen jashtëzakonisht shumë dhe dëshiron që të jetë në qendër të vëmendjes dhe jep deklarata të këtilla. Nuk dua të besoj që Miri mund të përdorë një vajzë vetëm për klikime. Tani ai kishte njohje edhe me Stelinën, vajzën e re që ka hyrë në shtëpinë e Big Brotherit, por Miri i tha Selinës që unë kam një vajzë në Gjermani me gruan time, por dua të kem edhe një djalë me ty. Që në kupton, marrëdhënia e Mirit edhe Selinës te i kalon më atë të ashtu quajturën marrëdhënien e shoqërisë. Mua nuk më duket njerëzore, derisa një burr është i martuar, ka martesë aktive në jetën e tij, të krijon edhe një lidhje tjetër paralel dhe t'i kërkon dhe fëmijë publikisht një vajzës tjetër. Tani, ose kjo është strategjia e Mirit dhe Selinës që ne nuk kemi arritur që ta kuptojmë marrëveshjen në thonjzat e tyre që janë bërë me sy, ose thjesht është një pëlqyeshmëri e të dy palëve që e pëlqejnë njëri tjetrin dhe duan të ndërtojnë diçka brenda asaj shtëpie. Si e shikoni ju këtë marrëdhënie dhe si shikoni ju këtë deklarata? I shikoni si deklarata të sinqerta apo i shikoni thjesht deklarata që duan të bëhen për të marrë vëmendjen e publikut? Ju lutem shkruani në koment.